Gjatë periudhës së komunizmit, Shqipëria, me ose pa mbështetje financiare nga aleatët ideologjik, arriti të ndërtojë disa objekte industriale të rëndësishme me karakter strategjik. Këto përfshinin rafineritë e naftës, uzinat dhe kombinatet e plerave kimike, si dhe sektor të tjerë si metalurgjia, industria e lehtë, ushqimore dhe ajo mekanike. Këto aktivitete industriale ishin të shpërndara pothuajse në të gjithë territorin e vendit, duke synuar zhvillim të balancuar dhe punësim jo vetëm në qytetet kryesore si Tirana dhe Durrësi. Sipas këtij këndvështrimi, dëmi më i madh që i është shkaktuar ekonomisë shqiptare pas ndryshimit të sistemit ka qenë shkatrimi i këtyre kapaciteteve industriale. Argumentohet se shumë prej tyre mund të ishin rikonstruktuar dhe modernizuar me investime relativisht të përballueshme, duke vazhduar të kontribuonin në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Si shembuj konkret përmenden mbyllja e rafinerive të naftës në Ballsh, Fier dhe Cerrik, si dhe e objekteve kimike si azotiku i Fierit dhe superfosfati i Laçit. Këto konsiderohen si humbje të mëdha për ekonominë kombëtare. Sipas këtij argumenti, nëse këto industri do të funksiononin ende sot, kostot e jetesës, përfshirë çmimet e karburanteve dhe produkteve bujqësore, mund të ishin më të ulta, ndërsa qytetet do të kishin standard më të lartë jetese dhe një ekonomi më të qëndrueshme. Në kontrast, theksohet se ekonomia aktuale shihet si e deindustrializuar dhe me pasoja negative sociale.